që rezultati u certifikuar 4 muaj më vonë. Demokratët po futen në burg, e kupton apo jo? Këtu është merren do futen në burg komisionerët e shkretër. Ne çfarë nuk kemi në raport? Po çfarë raporti, më çfarë raporti? Unë namaz do ketë ndonjë falim shumë. Pse është gjynaf, po i marrim qaf njerëz, më i kanë marrë më qaf. Po çfarë ai e kupton çfarë kanë mizori kanë gjetë numrus më. Nuk ndodh gjë më në kutitë votimit. Ku janë ato 130.000 vota që i mungonin PD-s? Ku janë? Ku vajtën? Si u gjetën ato? A dolën këtu thanë 3 ditë. 283 kuti materialeve zgjidhur. Na mungojnë 130.000 vota. Po ka skandal më të madh. Po pyet në një njerëz që është marrë me këtë punë, më pyete më të marrë se po bëjmë qafë një opozitë. Që është pa dijeni, kjo është djallëzi, kam përshtypjen, nuk është pa dijeni. Me ligë akoma, më turp TV akoma. 130.000 vota mungojnë, se falan. Tani, pse duhet ti ta bësh këtë gjë? Për çfarë duhet ta bësh? Pse më të kanë shit demokratët ty që kanë 12 vjet në opozitë shkretet edhe mbajnë me mish në përdhem dhe majnë për dënë gjallore që vjen ditë zezë aty komisionerë. Po nuk e ke idenë se sa e përjetojnë ata njerëz aty me ditën e votimit, nuk e ke idenë mërë se e përjetojnë. Kur dalin rezultate, janë pa gjumë gjithë natë mërë. Kjo është çështje ndjeshmërie që nuk na intereson shumë në aspektin. Unë po them këtë gjë. Ajo është çështje PD-s. Po thotë është ndjeshmërie 500.000 persona. Të garantoj vetëm diçka. Nuk luan asnjë vot subjekt me subjekt, se nuk të lej numrusi PD-s. Është vetëm brenda partisë. Është vetëm brenda partisë. Numrusi PD-s nuk të lë. Vot subjekt me subjekt nuk të lë. Partitë e vogla mund të ketë bërë ndonjë padrejtësi. Nuk besoj se ishin edhe nga Afrika, po mund të ketë ndonjë gjë të vogël, ndonjë gjë. Më e madhja është me brenda partisë, lufta mes kandidatëve, ku një parti e caktuar ka orientuar një kandidat favorit. Të marrësh tani. Këta njerëz që kanë ardhur në ditë zezë. Edhe me udhëzimet e tua aty, se ke pas ditë preferuar aty brenda. Okej. Ky është problemi. Pas ditë preferuar aty brenda, që do të ditë ky, do të bënte ai, do të bëhet ky. Se këto janë ato pisligjet që bëjnë këta me njëri tjetrin, maskarin. Edhe këta tani, për të ndalur ti mirë në televizor, i merë këta njerëzit, edhe i përdor, edhe që mund të përfundojnë dhe në burg. Këtu kisha pyetin, tani, kur dali procesi i rinumërimit, në qoftë se ka mos përputhje, spakush me lapse letër aty? Po nuk ka spak, ma është prokuria e rrethit. Rrethit. E bën komisioneri direkt më automatik. Ka bërë komisioneri të bashkë, nishin kallëzime për 17 numërues për shkak të... Ka bërë komisioneri... Pra komisioneri do merret me... Formatin e ka gati, vetëm ndryshon për... Do ndryshoj emrat. Mirë, besoj, po ju më dakord, më le ta marrin vesh të se... U aqave hallin komisionerëve, po komisionerët duhet ta kuptojnë, s'ka parti për para ligjit. Po jo është dhe kjo. Është dhe kjo. S'ka parti para ligjit. Bëje votim numrin elektronik. Dakor, mos tjetër gjë kjo. Numrin elektronik është për këtë punë. Në qoftë se aty ka diferenca sa do të vogla të mbaj përgjegjësia ai që ka qenë. I bjem dakord tu? Po mirë, se do dalë Oerdi thotë që ja ka ndryshuar. Le mo të thotë emrin e Oerdit ai nëse e ke merak Oerdin. Diçka mendojnë që është më e keqja se ç'do ndodhi apo? Po. Që është do rrezoj të gjithë këtë problematikë të zgjedhjeve që ka ndodhur. Kam frikë që PS-ja ka për dalë në rregull, e do dalin të tjerë të kështu, e do dali Rama në 8.5 dhe patë kush i vjen zgjedhjet, edhe hajde miru ti me te. Sy ato janë ai do të hapën shpinën e tij. Kjo është një autogol që po bën PD apo është jo një autogol, merr topi dhe vetëm bën golan port vetare. E merr dhe vetëm shton port vet. Ai PS jashtë rahat, nuk komenton. Po m'pëlqen, jo se është e pa. Janë rregulli të pëlqen po unë. Ai është i brendë, këto i kanë dhënë. Nuk e ke ide. Pyetja ime është kjo. E mendoj ty gjysi Denis. Në 2023 u hapën 10% kutive, në 2023. Edhe vota për Këshillat Bashkiake. U rinumërua 10% me short kutit fananëri që... Jo, s'ka gjë më... Kur them po pëlqen, nuk... Kërkesë KQZ-ja numëruesi dhe i thoshte ma shpjegon ti si ka ndodhur kjo mos përputhje midis procedurimit firmosur fillim dhe rinumërimit. Nuk e ke iden se ç'ishin njerëzit e shkret. Për ta justifikuar. Po sa letra kanë bërë unë. Se vinin të avokatia. Personi përgjegjësi i partisë. I partisë, për zgjedhjet. Sekretari që është ligjore. Për zgjedhjet. Nuk e ke iden.
Kjo është një histori në fakt që... Janë histori njerëzore, më nuk është puna. Unë besoj që kjo, prandaj më vjen pak nuk e di çka konkluzion do nxjerr mazhoranca nesër, që ka 84 vota dhe mund ta bëj shumë, ta zgjidhë këtë çështje shumë kollaj. Po ta them, unë doja që të hapesh me të drejtë. Individualisht. Sepse kam bë gabim në ana strategjike, por jo gjithë qarku. Me që më kujtoj avokati. Ti merë, Polezha është mbyllur, se 7 vota ishte diferenca. Ka përshtypjen që Lezhë po Lezhë kemi mbyllur. E mbyllur pra. Pra nuk do rinumrohen. I vetmi qark që ka sens të rinumrohen është Lezhë, se janë diferencë që 7 vota. Po jo, janë të bindur. Po u rinumrua. Ti mendon se ka lënë Rama Lezhën ashtu? Pikërisht